Kryeministri Edi Rama ka mbajtur fjalën e tij këtë të premten në prezantimin e kompanisë Albanian Digital Solution. Rama u shpreh se kjo kompani do të zhvillojë sisteme pa pasur nevojë që shteti t'i drejtohet privatit, ndërsa shtoi se ADS do të ketë pagat më të larta të shërbimeve digjitale. Kompaninë më të suksesshme në treg, një kompani e cila të ketë kapacitetin të kthehet në një hapësirë për të gjithë talentet, një kompani e cila të ketë pagat më të larta në tregun e shërbimeve digjitale, një kompani e cila të ketë kapacitetin që talenteve jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit, të ofrojë mundësinë që të bëhen pjesë e saj, duke kombinuar qoftë punën në zyrë, qoftë punën në distancë, në funksion të qëllimeve, një kompani që tjetë garanci për institucionet e vendit, të cilat nuk mund të mbeten asnjëherë peng i privatëve në mirëmbajtjen e sistemeve të tyre. Nga ana tjetër, Rama gjithashtu foli lidhur me investimet në Zvërnec, ku është shprehur se shteti nuk po e fal këtë zonë. Rama u shpreh se Zvërneci është në pronësi të privatit, ndërsa shtoi se shteti ka pasuri vetëm te ishulli i Sazanit. Se më vjen tani natyrshëm të them edhe për këtë zhurmën e madhe që është ngritur mbi një lajm të rrem, sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin. Shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private. Një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marrë nga privatët, që t'jemi shumë të qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër të projektit, që është ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi korporata shqiptare e investimeve është pjesë e projektit. Mëtej Rama është shprehur se së shpejti në Shqipëri, kompania Guna do të nisë me prodhimin për uniformat e shtetit shqiptar, duke nisur nga Ushtria, dhe se kjo kompani do të prodhojë dhe për ushtet e tjera të vendeve të NATO-s.